Përmbytjet e javëve të fundit treguan se argjinaturat janë mjaft të rëndësishme dhe riparimi dhe mbrojtja e tyre nuk është vetëm detyrë e strukturave të shtetit, por edhe të banorëve që jetojnë pranë lumeve. Shembulli më i keq janë banorët e fshatit Jagodin në komunën Shirgjan, që kanë prishur vetëm argjinaturat duke mbjellur linj. Në disa raste është çar betoni dhe ka krijuar precedent për përmbytje të zonave fushore. Në fakt, në një pjesë të këtyre fshatrave ujërat kanë vërshuar edhe për këtë fakt. Drejtori i Bordit të Kullimit, Astrid Xhelili, shpreh se menaxhimi i situatës nga ana e kësaj drejtorie në kohën e përmbytjeve rreth Elbasanit ka qenë prioriteti ynë si drejtori. Ne kemi ndërhyrë me mjetet tona për të shmangur përmbytje të mëtejshme. Në javën e fundit normalisht bën përmbytje, do thoshja jo shumë të mëdha, por edhe përmbytje që erdhi për arsye sepse lumi Shkumbin u frytej mase dhe nuk lejoi kanalet Kullus që të shkarkonin në lum dhe normalisht do përmbyteshin tokat bujqësore. Por kjo nuk zgjati më shumë se 3-4 orë sepse lumi Shkumbin ra dhe uji u troq nga tokat bujqësore. Do thoshja Bordi i Kullimit ka bërë një punë shumë të mirë për pastrimin e kanaleve Kullus, për përforcimin e argjinaturave, plus edhe kemi marrë edhe investime nga qeveria për mbrojtjen e tokave bujqësore, do thoshja një investim për 140 milion lekësh në komunën Papër, ku vum 6 prita tërthore, të cilët përballuan me sukses mbrojtjen e atyre tokave bujqësore në komunën Papër. Ne jemi në terren me gjithë specialistët tanë, duke parë edhe çfarë la kjo përmbytye, duke shënuar me kujdes të gjitha dëmet dhe për t'i riparuar ato. Por e kam thënë për herë, ne përveç natyrës dëmtohemi dhe nga vetë fermerët të papërgjeshëm, do thosha, që ndërhyjnë në argjinatura, që mbjellin, që ndërtojnë, që i bëjnë rrugë kalimi dhe pa e ditur pasojë se çfarë ndodh në tutje. Fshatrat Jagodin, Muriqa, në Lagja Shelk në Cërri kanë humbur toka dhe janë përmbytur sipërfaqe të mbjellash nga vërshimi i lumit Shkumbin. Në disa raste kanë qenë vetë banorët ata që me ndërhyrje pa kriter apo me qëllimin për të shfrytzuar shtratin e lumit i kanë shkaktuar këto përmbytje.